se dhe i kryeministri Shqipëris edhe ajo shqiptar, po edhe kryeministri Kosovës është vllai i tij shqiptar, por ai kryeministrin serb përqafon, a për kryeministrin e Kosovës nuk e lun vendin. Tregon tash ke shqiptarizmi juaj ku po çon? Ku po çon? Nëse ti nuk e don një person, ai është për moment kryetar i popullit të Kosovës. Ti nuk e respekton Kosovën, se ai përfaqëson Kosovën, ai përfaqëson popullin shqiptar. Marrëveshje me serbët, balkoni hapur, balkoni mbyllur, Kosova nuk merr pjesë. E çfarë lip ti atëherë me serbin? E kjo është, a di pse e thanë këtë? Nuk është politik. Këtë e thënë me keqardhje për ata të cilët duhet të mbashtrojnë rinin ton, e të thonë se Islami na kalon mbrapa, muslimanët që në kundra kombit, hoxhallarët punojnë kundra shqiptarizmit, gënjeshtër e kulluar. Subhanallah. Ande Allahu dhul Gjallar thot hatu burhanekum in kuntum sadiqin. Po këto fjalë të gënjeshtra, këto rrena që pregaditen, servohen në kuzhinat serbo-masone, atje bohen në vëllezër të dashur. Këto që po ndodh kundër Islamit nuk është rasti ditës. Jo, ata punojnë herët, ata planifikojnë projekte 100 vjeçare. Ata nuk bëjnë sikur ne sot për sot. U idhnoma me filani nuk i foli mo. U pajtova me filanin i foli. Jo, vllai dashur, jo. Ata bëjnë projekte dhe të gjitha që të ngatresa që duken në përjete sociale, të gjitha janë në shërbim të serbizmit, slavo-serbëve dhe të masonëve. A nuk është çorëditje që me keqardhje? Edhe kjo nuk është politikë, është dert